Besimtarët e krishterë në Shqipëri kanë nisur të marrin urimet e para për Krishtlindje. Kisha Katolike transmetoi një mesazh të përbashkët nga të gjithë IPSHV-jët e saj, duke përçuar fjalë dashurie, shprese dhe solidariteti për gjithë besimtarët. Të dashur vëllezër e motra, këtë urim Krishtlindjes duam t'ja bëjmë së bashku të gjithë ne IPSHV-të e Shqipërisë. Secili nga ne ka një fjalë për t'ju drejtuar popullit të Zotit që është në Shqipëri. Dëshiroj t'ju drejtoj të gjithëve një lajm shprese. Populli që ecën në errësirë pa një dritë të madhe. E mbi këtë lugin të errët shndriti drita e fuqishme. Të përgatisim familjet tona të pranojnë me lutjen e me gëzim ai që po vjen, shërbuesin, Zoti me ne. Ndërkohë, Kisha Ortodokse përçoi urimet përmes kryepeshkopit Joani, i cili bëri thirrje për paqe, mirësi dhe reflektim shpirtëror gjatë festave të fundvitit. Mesazhet e të dy kishave theksojnë rëndësinë e vlerave të bashkimit familjar, respektit dhe ndihmës ndaj të tjerëve, duke shënuar fillimin e një periudhe festive për krishterët në Shqipëri. Të dashur vëllezër dhe motra, duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë, e të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur se tashmë Perëndia banon ndër ne. Një dëshmitar i vërtet shpëton jetë, thot Solomoni i ditur. Është detyra e çdo të krishteri ta përhap e ta bashkëndajë këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke e ndarë atë me të tjerët, drita mund të mbahet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të errësohet dhe përfundimisht do të zhduket.